Ky emision mundësohet nga Enzo Attini, Ujë Selita, Sistemi Mbeturinave Capella, Golden Eagle, Dental Med Austria, Beu, Gjyst Cavalli, Muscle Gain Albania, Mates, Lavender Clinic. Bli online në website-in ton enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose në dyqanin ton fizik tek sheshi Wilson, Tiranë. Duke filluar nga 20 euro në muaj. Një gjë është e sigurt. E ndjek modën apo nuk ja var fare. Ngre 10 apo 100 kg. Ujë ke për të pi. Ke ko sa të duash, apo s'ke fare ko. Ta knaq shpirtin të lavaja, ose muzika elektronike. Je nga veriu, apo nga jugu. Ujë ke për të pi. Ajo çfarë dua të them, është se kur të pish ujë, pi ujin më të mirë. Ujë Selita, për të mirën tënde. Golden Eagle. Only eagles fly. Elshon ler e drejtën kontinjer. Capella Kosova. Mam, je lumtur? Shumë. Përshëndetje, neve të bëjmë një... Unë ta posësht nëse. Busqesh me Dental Med Austria. We could go ban for ban. Fuck that, we can go M for M. Mama got a body like Kim and them. Mama been killing that gym. We can go watch from chain to chain, the rings on him. I done got rich, but I'm still with this shit, land in London and go to the end. E para dhe vetëm mënyrë organike në Ballkan. Përshëndetje prej me emeritonit bletës punëtore. Ja po. Kom të bletën për tace. Artisti që unë e kom shumë për qefi, Gjenerata po llogarit ke Z. Se janë 2000, sa pi bjen 2000? Unë jam 2004. 2004. Do të thonë Gjenerata Z e muzikës ton, hip-hop, muzikës ton shqiptare. Për ndryshe je fryme e reja dhe kapelën e paske new era. Po. Djal i ri, talent, që unë e të kom shumë favorit. Edhe ndoshta mas 10 vjetë, ti keme, në fakti mas 10 vjetë, je në moshën sa unë, jo maj masë unë pak. 31 vjetë. 31 vjetë, që të ofer me, unë ndoshta edhe jam në penzion, ti je me muzikën.
Dhe do doja që me lullzu edhe me qenë pjesë e industrisë sonë së muzikës, Ka ndërë shumë. për arsye sepse më kishar shumë gjunaf edhe prej punës që e bëj unë, që mos me qenë një talent si puna jote, me përfitu edhe me jetu këtë jetën e bukur me të ardhura që i jep prej punës edhe bereqetit cilin e servon të publiku që është pa tjetër kanë jetu, kanë fitu shumë e shumë artista tjerë që kanë qenë, duke fillu prej atyre që kanë mbajt në pjadestar me shumë vite tona, edhe që jetojnë e kanë mbajt familje, unë e të uroj ty shumë sukses edhe jam shumë i lumtur që je me mu drejt për drejt dhe je ekstra për qefin tem sot në emision, me të kallëzu si drejt. Faleminderit shumë, e vlerësoj mas pari që më ke thirrë në emision edhe du më thonë që je një për njerëzve që ka kontribu shumë Faleminderit. hip-hop kulturë. Kjo emision ka bo shumë për hip-hopin, e dim Kate, s'mujna me mohu edhe nëse dojmë. U bonja Kështu që 8 vjet tash me emisionin, por të 8 atëheri... vjet? 8 vjet. Unë e kom pas 22, pa mlit djali. okay. Gati, që ashtë të pibjen? Ja, pibjen gati 8 vjet. Ti e kon ma i vogël, Po. ty bo prap muzik. Prap të bo muzikë. E bukur, ha? Po. Qysh me shef vetën në këtë muzikë, në këtë jetë, që ndoshta është tash e re për Bletën për tace. Shumë ose një ri për mu edhe çdo ditë mahnita pi shkau të ndodh rreth muzikës edhe rreth suksesit që e përjetoj. Bravo. Kofti i madh ai vogël, për mua është shumë i madh. Tu e ditë pi ku vim. Si e shef këtë pjesë? Jam çdo herë në shok edhe ma i Mirë lumtur është se mirë, si po. cilën ditë. O Blet, po Blet, çfarë emri? Bleta për tace. A ka Blet për tace? Ka blet për tace, unë jam bleta për tace e parë. E ndoshta i bëj edhe një dy tjera dhe Bleta. bëmë një kod. Po du me kuptu pse ja ke lënë emrin vetës Bleta për tace. Une kur e kum pa Bletën për tace, unë ku mendu që Bleta për tace ndoshta e ka personifiku vetën si dembel. Thësha, more këtë gjithë këtë talent suroj që është dembel, apo kuptan? Pse e ke lënë vetës Po Bleta e para u për tace? konë që për një me jam konë dembel, jam kompritu me bo punë jashta muzikës, po e dyta o që e thënë tabujen e gjdo emri që e keni najhera. S'mon është kur keni Bleta për tace. Asë një arheq. E thënë një farë tabuje të emrave dhe që ajo një farë filozofia e muzikës tënë. Kur ke fillu me muzikën për herë të parë se ti je shumë i ri në moshë, je vesh 21 vjet, 2004 që është Po, çfarë bie 21 jarë. 21 e ka. I ke botash, ha? Po, për datën kur e qita albumin e kom pas ditëlindjen. Egzoft edhe në qenë. Shumë. Unë muzikën e kom nis si ide më ka nis për shumë i vogël, për 8-9 vjet, ashtu si ide, me desh më mirë me muzikë. Okej. Prej dikon 12 vjet shkruaj, prej 15 vjet jam kon YouTube vetëse, që i bjen një 6 vjet jam në YouTube, edhe një 9 vjet që shkruaj. Non-stop. Po tash një dit off, një dit on, po thuj se çdo herë u kon menën teme po muzikë. Çka të ka shty me bo muzikë ty? Po i vetmi sen që më ka bo muni i mirë, i gjallë edhe që më ka përmbush u kon momentet kur kom bo muzikë, në asnjë profesion tjetër s'kom mujt me po vetën. A je tip i mbyllt apo i hapur? Edhe në shoqëri je ma shumë social apo Po s'kisha thonë që jam njëri mas social, po s'jam mas ashtu full antisocial. Po rri me njerëz të njëjtë, so që jam shumë i hapur me njoftu çdo ditë fytyra të reja. Jam pak antisocial nëse më nëshme. je ma i mbyllur? Kjo është intervista e parë që e ke bo prej që ka dal albumi. Po. Pse ke zgjedh këtë formë të marketingut me bo? Po, kjo formë e marketingut për më konë, kjo intervista e para albumit, so që ka ardhur prej një plani se e respektoj çdo emision që ndodh në shqiptari, po unë e kum pa të arsyeshme më konë pjesë e këtij emisionit se mu ka duk seni madh edhe seni nevojshëm për karrierën tem. Po edhe u konë çudi kur ti më ke thirrë mua, edhe nëse që e kom prit apo. Jam ekstrem falenderues.
E vlerësoj shumë këto fjalë që po mi thonë. 21 këngë i ki që janë goxha konsum. Po. Edhe 21 këngë i ki të publikume. Po. Pse ka shumë këngë kur ke mujt ndoshta mi bo në klub a beshti 2 albume? Po, ku mujt me bo një album me 10 këngë ose 8 këngë, edhe më konë si playlist, jo album, se albumin unë e trajtoj ma shumë si formë që janë kitë këngë që janë ndërlidhta me njëna tjetër, një si libër ose film ose dokumentar. Nuk e trajtoj vetë si playlist i këngëve, se 21 këngë janë këngë nevojshme për me përcjell çka po du me përcjell me albumin. Çka po do me përcjell ti përmes albumit, cili është një lloj mesazhi që ti don me përçu të krejt ata që ndoshta deri tash nuk të kanë dëgju, edhe për ata që deri tash e kanë një bletën për Shkëra nëse hi me fol për albumin, do të edhe 2 emisione qaq kohë kum kalu për me bo këtë koncept, edhe menoj që me kohën ka me shpalos hala rreth konceptit edhe ndërlidhet me album tjetër. Okej, vazhdimësia. Po, ama koncepti albumit me fjalë shkurta me thonë është që pyetja çka ke mu bë kur tritesh, çka don me bë me jetën tonë. Okej, nice. Nuk është një përgjigje që e din, po është përgjigje që e mëson. Rrugës ndrohet, është gjërni, është udhtim. Ma shumë se sa një përgjigje. Ke dash me tregu një udhtim që të kërkimit përgjigjes çka ka mu bë unë, jo veç unë. Pyetja mas shumë të presion jetën e çdo kujt është çka ke mu bë kur tritesh. Jugo Bella Fruit, se atëherë do bëjmë një copë jugu, e ke pa atë reklam. Jo, se pas se ke përjetu ti, na generata zhë, se jo zëja se ke na generata zhë, e ke na përjetu. E kom pa që kini ekip të madhët, përgatitun deri në pikën e fundit. Pesha edhe një kamerman që është duke gjiru, e ko pas kohë e mundet edhe me gjiru pjesën kur ti gjiron, nuk është problem edhe nuk na pengon as pak, sepse ndoshta mas shumë vitev e keni edhe si dokumentar. Sa periudhë kohë ju ka ardhur deri tash me bo çka ke me bo kur të rritesh, duke filluar edhe te pjesa vizuale e po ashtu edhe deri tek si koncept ka nis para 2 viteve për mu. 2 vite. Po, si ide me kriju këtë sen, ama dikun 6 muaj ose ashta jam edhe gabim, po që aty pari kena kalu çdo natë të fol rreth albumit edhe të punu rreth tij. Na kur e bojna një album, mendja shkon investimi. Po. A ja vlen, as ja vlen, dhe çfarë kosto ka. Si investim, ja vlen dhe si vini deri tek investimi ku ndoshta jeni në fillim edhe është pak problem për me i kthy ato përfitime përveç platformave digjitale që ju i keni të plasume. Po, është e vërtet që nashta nëse e këshyr me një sy të biznesmenit, nuk ja vlen. Si jam njeri dur më të përgjigj në atë sen, ama unë me rëndësi e kam me u kry puna edhe me vazhdu mu mirë me muzikë edhe nuk e këshyri normal që kej dojna me përfitu për se cilit sen që e bojna, ama sa jap unë nëse o 100% maksimumi unë jap 101% për këtë sen me ndodh. A janë investimet e mëdhaja dhe sa është e vështirë me mbjetu si një djalë i ri në treg për me konë diçka e mirë? Janë investimet e mëdhaja edhe ma shumë investim energjia që e jep, ma shumë investim që senet që i ndalën, senet që merr pjesë, që duhesh çdo natë me menu rreth muzikës, çdo ditë, çdo orë, çdo minutë me menu rreth misionet që i ki, se investim nuk është veç parja këtu. Po e vërtet, është koha, është mundi, është forma që është dënë ti me përcjell veten te publiku, e shumë të tjera. Kom pa një mbështetje shumë të madhe ndaj bletës për tace. Edhe në formën e bashkëpunimeve, edhe po ashtu në shpërndarje kur ti i ketë publiku me këngët, duke filluar nga kjo e albumi që kemi bo kur të rritesh, e pastaj edhe të tjerat që i ke plasu në platforma edhe të dëgjues. Pse ndodh kjo? Prej kahit të vjen mbështetja? Vjen prej miqësisë apo vjen prej talentit që bleta për tace ka të shfaqun edhe kena nevojë ndoshta me dëgju edhe me plasu senet mira dhe patjetër që kur shohin diçka të mirë thonë të ndihmojnë atë plasojna. Nga të vjen kjo
unë menoj që nuk vjen prej mitësisë, po edhe të mitësia kena ardhur, se kur ka nis suporti, jena njoftu me artista dhe sot kam mitësi shumë të mirë me të gjithë, po unë asnjëherë nuk e kum marr asnjë pozicion ku jam pa merit. Edhe sot jam të ti, asnjë intervenim se kum bo për me ardhur të ti. Ato. Je i vetmi që ke performu në Sony Hill prej gjeneratës që e kena qujt na Z. Se dija jam i vetmi që kom performu, po Z, po sa e di, po që ashtu të më thanë. po jam shumë i kënaqur që kom performuar. Kjo gjenerata Z thanë Bleta ka performu. Okej, atëherë. Pyetja jam është, nëse ti kime shku në për jetë natës, kime bo koncerte, kime bo performanca, kime shku me kënu live apo playback, dhe si e vlerëson këtë formë? Ty po të vesë si newcomer që je i gjeneratës ma të re të ardhur tash, se tash është edhe që kjo gjenerata shumë e re që jeni ty dash me u plasu në trek. Nuk e shoh qaq të failat, se s'mendoj që o qaq problematike nëse kënon playback, unë vetë kum kënu playback, kum përdor edhe live edhe playback të dyjat, nuk e shoh qaq të fail, nuk menoj që du të mu konë qaq temë sa është, menoj që lej artistat me kënu edhe playback, edhe live që shdoj. Po nëse i shkon për me kënu live, kënon edhe live, po probleme. Blet, sa jetën ti këtë pjesë të muzikës, edhe në formën e lifestyle-it, edhe në formën e punës? Si e shefti? Unë e shoh sikur çdo sen që e thon muzikë o reflektimi i realitetit që jetoj unë, ose rrethi jem, ose senet që i kum pa. Edhe e kena jetu se cilin sen që e tham, po tash ato periudhat kohore mund më kon tash, ka lumën, nuk do me thonë çdo sen që e tham tash ka ndodhur sot. Mundot me pas ndodhur më herët, po janë të bazume në diçka të vërtet. Qa kështë dash ty mësë me ndodhë gjatë kohës si artist i ri? Gjatë rritjes tonë profesionale në industrinë e muzikës, deri në moshë të caktume që vjen edhe një kohë dhe tërhekësh dhe vazhdon jeton një jetë tjetër. S'kisha dash ti me përjetu se me ndodhë gjatë këtë që sa karierës tonë, po supozojmë që e ki. S'kisha dash me mu hek hunger, uria, kisha desh me mejt gjithmonë mindset si newcomer. Bravo. Gjithmonë trit frymzohen edhe bazohen në 2-3 pika që e bojnë para se me fillu me muzikën. Dikush frymzohet në dhimbje, dikush frymzohet në ndaj talent. Bleta ku e ka gjetë vetën për mi bon 21 këngë për shemb të albumit? Po, thash jam bazu në senet që na ka ndodhur, edhe unë muzikën gjithmonë e kom përdor si mjet me u shpreh, si shok e kom përdor. Edhe për fillimeve të mia gjithmonë e kom trajtu si një psikolog. Që ajo kon raporti jam me muzikë. Me muzikën. Fryma që e bën ti e muzikës, videoklipet e tua, ku përmendet droga, femna, kerri, jeta boheme që shfaqet, gjykohet një farë mënyre shumë prej synit larg pamës, që nuk kupton gjykohet prej atij që të dëgjon edhe të shikon. Dhe pyetja jam është si me stil, me ta bo që me ta lëshu si në felç, me lëndët narkotike, cila është a është e vërtet, s'është e vërtet, sepse para gjykohën e ndoshta s'është e vërtet që peni, apo kupton? Se di për tjerët, po muj me fol. Po flas personalisht për ty. Jam pro legalizimit marijuanës. Çfarë muj me thon për këtë pyetje? Ama si Snoop Dogg. Çdo kush larg drogave trona se nuk janë loje. Bravo. Okej. 90% thojës, apo thëmë, se s'jem të e ditë, nuk jam matës i mirë, matematicien do në këto 90%, 100%, kanë drejtu gishtin ndaj estradës, duke thonë s'pona lajnë, s'pona përkrajnë, s'pona hapin dyrt, s'pona bëjnë këto, s'pona bëjnë ato, duke drejtu, duke i një los një farë mënyre dhe kanë dalë shpesh herë thonë një më kanë lypë kështu, Japonia, për me justifiku vetën ndoshta që s'po munden me dalë në klasë tjetër të muzikës.
çka nuk kupton kjo për kraja jotja? A nuk kupton që nuk kanë hate dhe po dojnë me një mund një djallë të ri, apo çfarë është? Unë mendoj që në çdo lëmin kjo ndodh, jo vetëm në muzikë, ku njerëz e krijojnë atë mitin që s'po çelën dyrt, po kur e dëshmon edhe punon pa marrë parasysh asnjë arsyetimi, mendoj që e bind vet çdo kanë që duhet më suportu. Po edhe nëse s'kanë më suportu, ki me gjetë mënyrën me çel derën tonë. Qyre kur kom menu që jam i bllokuar, e kom pasi shumë emocion i keq, më ka do kështu të ndjej si veç mu s'po më lajnë me hi, ashtu. Po me kalim të kohës, e kom pa që për një me u ka desht me ndodh që ato sene, u ka desht me kaluna për që ato sene që me u rrit si artist që me të ardhë momenti dur ku që tash e meriton me të qeldera, se ma mirë mësë me mu qeldera kur, nëse s'jam i bon për shatë dhomë ku jam të hi. Bravo. Kush janë emrat e parë që të kanë përkra ty? Disa prej emrave që ty të kanë përkra edhe... Po, këto e kanë problem se tuna që arrojna i kanë edhe... Po, Ledri, Lumi, Singli, Liri Kalsonu, Tajna, Titinjo... Big up. Ka dhe shumë emra tjerë që më falë nëse di kanë arroj ashtu. Bravo. Ti pas ke qef syze, sa besha një varë stili, një varë luku interesant që do. Unë kom një dhurat për ty prej Enzo Atinit. Shoutout Enzo Atinit. Italiano, buongiorno, che passa? Shoutout Enzo Atinit, faleminderit për dhurat. Qeli e shife, apo të pëlqen edhe a kum dit ajo, a zi që a kum boa. Mos kum ka bua. Jena bosi fush stadiumit, sa erpe e po m'goll, po duar të rëkasim. Asha, dhe që shkesh. E ka qef, me lujt pinguinin. Fort, ako kam po pak trona, dhe sa t'i bëj një 1 milion euro, këto si vesh. Hajde. Dhe sho, qysh do kër si milioner? Si milioner. Si milioner këto. Shkoj me blogun e partë marketingut të kthejmë prapë. Falenderit Enzo Atinit që është pjesë e familjes tonë, falenderit që na lehtëson ditën me syzet më të bukura dhe me bijuterit më perfekte të cilat i keni. Enzo Atini, Sheshi Wilson, Tiranë. Me ujë e gjej vetën çdo ditë duke ushtruar, me ujë e gjej vetës poshtë tratit kur zgjohem prej gjumit, me ujë e gjej vetën gjatë udhëtimeve të mia. E këtë ujë e mbaj për shëndetin tim. Ujë Selita. Implanta, Winners, rregullim të rënjes, e po ashtu çdo problem që e keni oral e afron Dental Med Austria. Një falenderim tjetër shkon për Just Cavallin, stili modern për çdo moment, rrobat që reflektojnë në personalitetin tuaj. Just Cavalli me showroom në Prishtina Mall. Keni edhe zbritje duke përmendur emrin tim. Energjia nuk mungon, e këtë ma ofron Golden Eagle. Eagle Fly. Sistemi mbeturinav Capella është zgjedhja kryesore për të eliminuar çdo mbeturin që e keni rreth vendit ku jetoni. Sistemi më perfekt. Capella. Showroom-i më i madh në Ballkan është në Tiranë. E këtë ka Muscle Gain Albania që ka suplemente, proteina të ndryshme me kualitet 100% të garantuar. Porositni dhe online dhe pashtu shkoni në showroom-in të cilin e ka të hapur. Muscle Gain Albania. Ditët e nxehta janë duke ardhur dita e ditës dhe ne duhet kujdesur për lëkurën tonë. E këtë ofron Beu. E pashtu ka edhe shampona dhe vaj e balsama për mjekër. Porosit në Beu. Porosia juaj vjen tek dera e shtëpisë. Beu. Lavender Clinic ka rikthyer vetbesimin e pacientëve duke i mbjellur flokët në mënyrë perfekte me teknologjinë më të avancuar. Në Tiranë, Lavender Clinic. Bli online në website-in ton enzoatini.al.
në rrjetet tona sociale ose në dyqanin ton fizik tek sheshi Wilson, Tiranë. Duke filluar nga 20 euro në muaj. Një gjë është e sigurt. E ndjek modën apo nuk ja var fare. Ngre 10 apo 100 kg. Ujë ke për të pi. Ke ko sa të duash apo s'ke fare ko. Ta knaq shpirtin tallavaja ose muzika elektronike. Je nga veriu apo nga jugu. Ujë ke për të pi. Ajo çfarë dua të them është se kur të pish ujë, pi ujin më të mirë. Ujë Selita për të mirën tënde. Golden Eagle. Only eagles fly. Elshon Ler e drejtën kontinjer. Kapela Kosova. Mam, je lumtur? Shumë. Përshëndetje, neve të tregojmë një... Mund ta posësh nusën. Busqesh me Dental Med Austria. We could go ban for ban. Fuck that, we can go M for M. Mama got a body like Kim and them. Mama been killing that gym. We can go watch from chain to chain, the rings on him. I done got rich, but I'm still with this shit, land in London and go to the ends. E para dhe vetëm në mënyrë organike në Ballkan. Rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit. Faleminderit shumë që jeni pjesë me mua në Top Channel. Blet, çush ma kishe lënë mu për shembull, sipas personalitetit tem, karakterit tem, një nov, si ti që ja ke lënë vetës Bleta për toce? Meritoni mjek e qenë. Mjek. Tisa. Gjithmonë kjo rryma e muzikës ka disa. Meritoni mjek e qenë. Shumë e fort. Gjithmonë kjo rryma e muzikës ka disa edhe shpesh herë përdorin për me arrit me dal në klasë tjetër. A e kishe një rrugë të tillë? Jo, nuk e kisha njek si për çato arsye që i përmene si profitabile. Po kjo pjesë e hip-hop kulturës, kështu që jam i hapur edhe nëse vjen. Si i ri që je, për para, disat na e dina paka shumë cilë kanë qenë rivalet me njëri tjetrin. Kanë qenë korrekt, mirë, profesional, jo profesional, si ke pa. Po folum bekëm. Për cilën treg të fol? Jem të fol për tregun ton. Okej. Mirë kanë qenë, shumë ka pëlqy. Jam rrit në qatë periudhën
ku ka pas disa plot, edhe u kon shumë interesante, e bën lojën më interesante. Cili është një dis që ti e ke të ka pëlqy? Po tash s'po di. Na një që Disi parë që po më shkon men, po është unë i ka tel disi sen, kështu që kjo, okej. Po nëse je pre e naj disit që të bëhet ty pas këtij emisionit. Po flas edhe për emrat që janë pjesë të industrisë, po flas edhe për newcomer që ndoshta kanë me ardhur. Nëse ty të bojnë dis, qysh kishe reagu? strategjinë s'ta kallzoj. Ama disi më serios. A e shekon pro për me kthy back? Patjetër. Hajt bo ma munit dis. Ja, pues, disëm dis tepa. Seriozisht? Ja, ej. Dis po të me të bo? Po, kopum. Ej, ty nuk po du me të bo dis, se unë e ti jena miq. Ej, shout out. Meritoni, mje kiq. E që të na ki, në emision, të nejt njejt si n'ka fiq. Ty e thy, sandwich me 2 dhipa, tan bitch, hiq bitch, krasniq, që të mere, që të hiq. Hajde unë e bleta për qasë, shina sandwich, bojna pak qef, bojna breakdance, unë e me njonën, rina në qytet. Rritën e thira, unë e enter, e morë me një kërë shpert, Opel Kadett. Edhe Kerry Black. Bleta si qeli brazercit me 2 copa gangbang. Me cilin prej repera ti s'kishe dash me bo asnjëherë bashkëpunim. Dhe cila është arsyeja? S'kam asnjë emër që kisha thonë me që ato s'kisha bo kur bashkëpunim, edhe nëse s'kisha desht me bo bashkëpunim, me çmimin e duhur kisha bo. Shtu që pare si thojmë jo. Sa tipi. Je i ri në këtë muzikë. Ke kalu rrugët e tua. Për ata që se din, bleta për ta që është prej Shkupit. Je i pari mdoket prej Shkupit që je reper, që po njihet paka shumë, ha? Ndoshta edhe gaboj. Sepse e kanë pas në atë farë mindsetin që thojnë prej Shkupit, parë me jetu në Prishtinë, s'mon mu bare per, shpesh herë edhe une e kum dëgju. Po, kanë një farë miti që prej Shkupit nuk mund është mja dal, dush me shku në qytetet ku janë muzik. Ma të hapuna në mainstream skenën, po unë menoj që mund është mja dal për çdo venit, po nashta është pak maran. Nashta mu kishin desht ma pak vjet të shakon i Prishtinës, ose i Tiranës, ose ku pedi. Pse? Po shumë ma ofër më rinë të njerës që dush me që mujnë më të asgat dorën. Nështë dikujt Prishtinali do 2 vjet, mu më do në 4. Po s'do me thonë, nuk jam të viktimizu vetën, s'do me thonë asë njëherë që ajo arsyja që dishka nuk mundet me mri për mi kejt. Është intervista jote e pare lloj tillë, ndoshta nivelit hajse, si jem të folë për emisione fikirika, edhe s'është që po du me të mundu ndoshta shumë, por pa tjetër që edhe ty ta hum fut pjesën e lojës, ku e komunen në thojza, thëm një pëtësor, dhe t'je zgjedh artistin e preferum që është për bletën. Okay. Për shkak se ki bashkëpunime dhe me disa emra prej këto cilt i përmendion në këto momente. Okay. DJ Vez Biro, nale edhe short rap qatë beat. Bravo Bir. Mozik Ledri. Të dy ti respektoj shumë edhe menoj që kanë vlerat e tyne që dallojnë për njëri tjetrit. I pas kem këto rofet e sherit. Po, lojë duna me zhjem njënin. Babi, ketë mi pas kem këto rofet. S'jam të të bofora, po nëse duna me zgjedh pa tjetër një, po zgjedh i Ledrin.
Ledrin, okej, big up. Let's go, bir. Ledri Getinjo. Shumë pyetje, shumë je i djekt. Djeks. Hajde. Ledri, okej. Po, Getinjos shumë dashni edhe më ka habit sa shumë i ka pëlqy edhe më ka respektu edhe i na taku. Real G, shumë respekt big up për Getinjon, shumë djali mirë, Real G. Edhe ka thonë shumë për hip-hop, se na herë menoj që është underrated në aspekt hip-hopit, ka thonë shumë për hip-hop. Big up. Ledri Mike. Ledri Kapital T. Ledri Kresha. Rana, Ledri. Okej. Ledri, let's go, Vigi. Big Papa. Ledri Lumi B. Ledri. Edhe pse Lumi njëjt. Shumë respekt madh për to. Shumë ka përkra edhe shumë ka punchline-at, ndër punchline-at më të mirë në strat. Bravo, big up. Ledri Noizi. Jo se ke do Ledri, neq. Po ti mi ke vënu ashtu. Ledri Geti. Pim fillim dhe Ledri Singulari. Shout out Singi, shout out Hem Squad. Njerës që i kom gu shumë. Po meritoni këtë më ka detyru me zgjidh një Ledri. Hajde, Ledri Gjiko. Ledri 2x2. Ledri Unikatili. Për në? Pse? Po se o reperi i parë që më ka shti me menu, wow, sa fort ko ka mu konë reper. Ashtu. Po, nashta e konga e parë rap që e kom gu, nashta u konë në Katilit. Gjej R.I.P.T. Po, gjej rastin me përshëndet Unikatilin, ngushlimet e mia. E dhone njëjtë. E kena ngu edhe tijen edhe kejt ekipën TBS. Faleminderit shumë për gjithë qa që na keni dhënë. DJ West, shama qatë beat. Bleta për ta që me albumin e ti qka ki mu bo kur të rritësh. Me bashkëpunime të cilat po tërhekin audiencën dhe publikun. Përveç kësaj një zo fantastik, një stilolaps pend bukur të shkruajtur në fletë bardhës e di qfare tjetër, ku të regon shumë qka për jetën e ti dhe qfar shë. Gjenerata zë e muzikës, një djallë fantastik, i artikulum, i lexum, prej Shkupit. Një big up shumë të madh Shkupit, dhe se cilit shok të andit Bleta. Kësh Bleta për ta që me që. Brrrr, let's go bje. Brrrr, Në shalante dhe i spret, jetë shpejt si e në paket. Të bëllek me internet, i kam vesh 21. Pa fitness ka buri fet, të dytë si dojna njerës. Me komën nuk ka problem, po kur del po qalën. Kam dëm të mush mit badel, pa i bas 18 vjeq. Do produkt kom pos akses, gur letër gëshon. Sot do trend mu kon gangster, mu kalzu ma që meng. Sa jere thëm diçka trejt, kalzu i shka nuk kom do. S'kom bët kuqën as një her, kur polis ka hin shpitem. Nuk jem kon kërkun një thert, as një njeri s'kom bro. As një shok se kom krek hel, qdo qytet mu i mejt vet. Një dhe connect, nga gjiste në ond. Mere fonën mu e lem, të rap me delikates. Pse janë nervoz edhe t'njerës, garan s'kan që so. Koplet njerës që vish na them, me bo pare vilandet. Mu duk mire me bo qef, telefonin me noj. What's up, I'm lazy B, hey. Apo dë njoftomi, bëja akrobaci me rim për tyne. Du me bo milionin, kishu flimerin, lojtu hi. Dishka si periud baroki, si i loqi. I kancerit të njëm zgjidhja e shablonit. Kim gato ateiste, 2 orë argumentomi. Thasha nuk mjaftoj si vërtetimi, eksistencë zotit del në gjame. Mere ka prolin këthejnë shpe e kiti këzumi, që ma qeren që t'ma gjotit.
Njege pompin kape hojtin, din terenën gjithë ju moshit. Heke egon pis potlojti, t'kallzon ku shoj pori. Mere telim shi mesazhin, heke dilla po vjes poki. Bleta për to që next, që gazeta me në lojmin. Him të pove, ja Jani ta jeb zorfin, uskit per andori rodhu. Sot të doltin pyrë gjoki, to magji, ja. Që le gjomil që azonin, ka pesht lojfin, hoki njopin, mës takari që shtje voki, ej. Rush around me, si mi gja gushi. Si ta fruhët me qunin, ruk magjia për dushit. Ej, hood boys me pirone hojna sushin. Tu jallon fmitën ftyr për skin ket para gjumil. Qika e dëm pjurin, një si ploka tullin. E dë backstage-in, dë menet me dvequmit. Eram vjej roll, nukën shqitje ky parfumi. If you would bet one guy, për kën e kishe luti. 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 If you would bet one guy, për kën e kishe luti. Draj qak bit. Kjo është bleta për tace, i lindur në Shkop, një super talent i moshës 21 vjeqare. Ku muzikën e ka pasion dhe dëshira e ti është të vazhdoj për para dhe të shkërqej. Kjo është bleta për tace. Mrekullushëm. Bleta. Për tacën si bleta, këtë për tacën bleta. Bleta, 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 bleta. Këtë për tacën bleta. Bleta, 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 Unë jëm that guy, stabil artist gjithë m'prime. Po ju shu si Hana, që 13 reasons why. Nuk vjepi nal, truqi madh me cica jasht. Aristokrat, kmisha shtrejt e qefi njat. Si do mos nat, që boba milion s'na dhaje. Lut na qdo nat, s'je nat pa fat qejsin dhe t'guapje. Me pos jet mirë, gat na bëm paranojak. Si dum ledhimet me ma shumë se 3 vejzdalje. Elitor life e kesh mja fall shampon kristalje. Fancy konjak, misha e shtrejt e qyk si naltje. Instagram likes koka o frije ma e pashtje. Nuk jom për mu kom njëra tjera muni i knashtje. S'jom të për fan të pit kuqe e blicaje. S'jom party gaja get ma keshe dhe i kaje. Në mal korab tu bosh rum sa seks në gjamje. Nuk presën lines du lullat respektin tanje. Veç ma shumë t'kam për magji se rrethin gat. Shumë luga m'pjot, shumë njerzi mo jem shpatull madh. S'jom të përvu se loj për mu kjo o gjithë shka. S'du m'thove thash bullshit te ma vlejem jashtje. Unë jëm offline me një thoptaj t'u gdhen kët lapsje. Jem t'u provajt mos na ludhën djem sojnë lafje. Dhe i trahatom ta bëjmë venin in meantime. Thuj sa mirë manës një vil ngrin kos në t'ma banje. Thuj një BMW e s'ka nevoj grillin qasht madhje. Kalzoj plus shteti qdo tok se paguj me vakje. Mos na bjer drama zhurman që cilem rahatje. Ma gërle pas nuk din me tesh nuk din me fatje. E opse sav qaja se minem ma qaje. Gëzofta rushës moj nudhu me unë gjamje. Mos din teren në plot rëzik kur del për gjaje. Kjo nuk o kongje, kjo so freestyle je. Shoutout Meriton mjeke qi. Natën e mirë premje Meritonit. E shimi javën tjetër. Natën e mirë. Ky emision mundsohet nga Enzo Attini, Uj Selita, Sistemi mbeturinave Capella, Golden Eagle, Dental Med Austria, Beu, Gjyst Cavalli, Muscle Gain Albania, Mates, Lavender Clinic. Bli online në website-in ton enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose në dyqanin ton fizik tek sheshi Wilson, Tiranë. Duke filluar nga 20 euro në muaj. Një gjë është e sigurt. E ndjek modën apo nuk ja var fare. Ngre 10 apo 100 kg. Ujë ke për të pi. Ke ko sa të duash, apo s'ke fare ko. Ta knaj shpirtin të lavaja, ose muzika elektronike. Je nga veriu, apo nga jugu. Ujë ke për të pi.
Ajo çfarë dua të them është se kur të pish ujë, pi ujin më të mirë. Ujë Selita për të mirën tënde. Golden Eagle. Only eagles fly. Elshon Ler e drejtën kontinjer. Kapela Kosova. Mam, je lumtur? Shumë. Përshëndetje, neve të duken një Mund ta posësh nusën. Me Dental Med Austria. We could go ban for ban. Fuck that, we can go M for M. Mama got a body like Kim and them. Mama been killing that gym. We can go watch from chain to chain, the rings on him. I done got rich, but I'm still with this shit, land in London and go to the ends. E para dhe vetja mënyrë organike në Ballkan.